Dëgjoni këtu se jam shumë e revoltuar, edhe ja, sa bëra një kafe të mbledh çik veten. Po dëgjoja këta kandidatët e rinj që duhet të marrin edhe të kryesojnë spakun, pasardhësit e Dumanit. Edhe dëgjova këtë Dolorezën, që është e vetmja femër, edhe shumë mirë bën që konkuron. Dëgjova edhe këtë Xholin, edhe tha ato sa i dis me një kafe, tha se kafe ne e bëjmë të mirë, tha, na ka dal nami që spaku e bën kafen të mirë. Po mirë, more, se jeni bërë të rrezikshëm, more, jeni bërë të paprekshëm, të pakapshëm. Ore, po mirë, edhe kafe ndonit ma merrni, edhe filxhanin ndonit ma merrni, po ja, të lutem shumë. Të lutem shumë, nuk ma merr dot filxhanin ti mua, harroje. Nuk është ky profesion siç keni juve ligjet që i mësoni aty dhe interpretoni si të doni, harroje. Filxhani është profesion që ke lidhje direkte me ata lart, edhe kam të trashëguar unë 7 breza. E dini ju pse e mbaj këtë në kokën? Më zë dhimbje kokës sa herë kthej filxhani, sa herë shkrip numrin, sa herë këndoj kanatierët, prandaj është profesion që nuk di unë ç'të them. Ore juve tash, po na lini more. Pak se po godisni qeverin, po donit na merrni dhe filxhanin tash, po mi hamon. Lërini qeverin të bëj punën e vet, ju bëni punën tuaj, edhe na lini neve, more, na lini neve që merremi me profesionet e lira, me parjen e filxhanit që është profesion human, more, është profesion njerëzor, është profesion shpirtëror, more. Po na lini, more. Edhe unë e di kush do e fitoj kryesinë e spaku drejtimin. E dini kush është?